Në Tetov, forumi i gruas i Bashkimit Demokratik për Integrim ka mbajtur një tubim, ku të pranishmeve ju është drejtuar edhe kreu i partisë Ali Ahmeti. Ai foli për nevojën urgjente të mobilizimit të gjithë nënave shqiptare në luftën kundër rrezikjeve që ju kanosen rinisë shqiptare sot. Ahmeti si rrezik më të madh përmeti shpërndarjen e madhe të drogës viteve të fundit, për çka tha se edhe nënat shqiptare kanë përgjegjësi në këtë luftë. Sigurisht që të gjithë shohim, ndëgjojmë, po shpërndahet bim narkotike të ndikimeve të ndryshme. Ato të cilët e shpërndajnë e kanë për qëllime përfitimeve, por brenda ditës vrasin shumë të ri. Ky fenomen duhet luftuar. Është i dëmshëm dhe i rrezikshëm për jetë të njerëzve, të rive e të rejave. Jo vetëm që shteti ka obligim e detyrim që këtë fenomen të shëmtuar e të rrezikshëm që shkakton dhimbje e pasoja në familje, me vendosmërinë më të madhe duhet ta luftoj, por ama edhe ju nënat shqiptare. Duhet ta denonconi pa friksim, pa hezitim, këtë rrezik kaq të madh për rinin ton, për treja tona.